që thuhet se janë të gatshëm që qëndrojnë edhe pak këtë infrastrukturë kritike, por të mos dorëzohen. Po këto janë retorikat e palëve, shkotimi të qartë për një gjë. Retorika e përdorur nga presidenti amerikan, do më thënë ishte e pazakont, sigurisht, ishte e vrazhd, ishte e rënd, por shkotimi të qartë, Shtetet Bashkuara nuk janë në luftë me civilizimin iranian, por me regjimin e Teheranit. Është një regjim diktatorial, gjakatar, kemi parë që vret e pret, edhe njerëzit e vetë, mira u vran protestues, me gjaktsotësi, pak kohë më parë, e këtë e ka bërë me dekadat të tëra. Jo vetëm ka kërcenuar fqinjët, vendet e tjera të rajonit, pa e keni parë që Irani ka shënjestruar direkt, pikërisht shënjestra objektiva civil, hotele, çdo gjë ka bërë. Pra, ky është Irani, që financon terrorizmin global, kërcenon me shfarosje fqinjët, kërcenon Shtetet Bashkuara. Rëndësi ka që të gjendet një formulë për një marrëveshje e cila do të shmangte më të keqen. Ajo është shpresa që kemi, por retorika mbetet e tillë, mundohen që të tregohen të palëkundur në vendosmërinë që kanë për të qëndruar, dhe janë duke bërë luftë, le të themi, guerilase në një farë mënyrë, sepse nuk kanë mënyrë konvencionale për të përballur me Shtetet Bashkuara dhe Izraelin. Ju e keni vënë që Shtetet Bashkuara kontrollojnë komplet hapësirën ajrore, po thuaj tërësisht hapësirën ajrore të Iranit. Kështu që ata janë duke bërë luftë guerilase në këtë moment. Pra, po bëjnë luftë asimetrike. Dhe kjo është shumë e vështirë, sepse të fitosh një luftë të tillë nuk është e kollajshme. Si e tillë do të ishte fatale dhe në kuptim të zbatimit të këtij paralajmërimi të Trumpit edhe në praktikë. Unë e shikoj si retorik hiperbolike. Do të thënë, ka përdorur hiperbolën, nuk është gjë e panjohur. Presidenti Trump përdor një gjuhë e cila është shpesh me një retorik të rëndë, hiperbolike. Këtë kemi parë edhe gjatë zgjedhjeve. Por Shtetet Bashkuara i kanë mjetet për të goditur në mënyrë ekstreme. Nuk e kanë bërë. Nuk shikoj atë si qëllimin në Shtetet Bashkuara, por e shikoj si një retorik agresive që ka synim të shtyjë regjimin e Teheranit të hapë ngushticën e Hormuzit, sepse ajo është nyja gordiane. Aty është thelbi në këtë moment i asaj që jemi duke parë. Se po të shikosh, janë bërë disa herë që ka dalë presidenti Trump dhe tjerë që kanë thënë po thuaj lufta ka mbaruar, edhe pak, sepse duket sikur i kemi arritur ato saqet objektivat ushtarak që kishim. Pra është ngushtica e Hormuzit që është thelbi në këtë moment dhe prandaj thash topin e ka Teherani në fushën e tij, nëse do të arrihet edhe marrëveshja për të hapur ngushticën, sepse edhe vetë bllokimi i ngushticës është shkelje e të drejtës ndërkombëtare, nuk i përket ngushtica e Hormuzit Iranit. Dhe sidomos mënyra se si ata kërcenojnë të godasin të gjitha anijet të cilat kalojnë aty. Dhe është një ngushticë jashtëzakonisht e rëndësishme për ekonominë globale. Dhe zoti Shtune, kur përmendim këto deklarata që thatë se një tillë pazakont ka qenë edhe ajo e presidentit Donald Trump, kjo e fundit, ishte edhe një deklaratë që bëri shumë buj ajo e zëvendës presidentit, J.D. Vance, i cili tha se Amerika ka mjete në çantën e saj, për ta parafrazuar kështu, por cilat nuk i ka përdorur akoma, duke shtuar po ashtu se mbase krejt objektivat ushtarake tashmë i kanë arritur në Iran, por është një paralajmërim se mund të përdoren ato armët bërthamore. Unë nuk mendoj që jemi duke folur për armë bërthamore, do ishte disproporcionale të përdoreshin ato lloj armësh në këtë lloj dinamike ku jemi, në këtë lloj konflikti, me këtë lloj zhvillimesh. Do të thënë mjaft i referohemi historisë kur janë përdorur ato armë, janë përdorur gjatë luftës së dytë botërore ndaj Hiroshimës dhe Nagasakit. Po, ajo ka qenë tjetër lloj lufte me një kozgjatje goxha më të madhe, me gjakderdhje goxha më dramatike e kështu me radhë. Unë nuk po them që mund ta përjashtoj, se unë nuk e përjashtoj dot mundësinë që të përdoren armë të tjera, të llojeve
të papërdorura më përpara. Dhe arsenali i Shtetit Bashkuar i përmban